këtë javë ishte në mensën shërbimi i dashurisë, një hapësirë që prej më shumë se 2 dekadash u shërben çdo ditë njerëzve në nevojë. Aty na priti Atë Nikola Kodheli, i cili prej shumë vitesh ka përgjegjësinë e mbarvajtjes së kësaj mense. Mensa shërbimi i dashurisë u hap në janar të vitit 2005 dhe ndodhet në rrugën Qemal Stafar pranë shkollës së Kuqe. Kjo ishte një iniciativë të lumurit kryepiskopit Anastas, i cili e pa këtë vepër si një mision dashurie dhe shërbim ndaj njeriut. Kjo mens u vjen në ndihmë çdo ditë rreth 300 personave me ushqim falas. 120 prej tyre konsumojnë ushqimin brenda mensës, ndërsa 180 të tjerë e marrin dhe e çojnë në shtëpi. Shërbimi ofrohet 6 ditë në javë nga e hëna në të shtunë, pa ndërprerje gjatë gjithë vitit. Gjëja më e bukur është kur neve dëgjojmë urimet dhe përgëzimet për punën që bëjmë, se themi lavdi Zotit bëjmë diçka që i vim njerëzve në ndihmë. Në fakt unë pas shumë njerëz këtu. Kështu është çdo ditë, ka shumë njerëz ka? Çdo ditë. Është lumë njerëzish, sepse kalojnë tek 170 njerëz që konsumojnë 300 racione këtu. Këta njerëz jo vetëm konsumojnë ushqimin e tyre të përditshëm nga ana e shtunë, që është i ngrohtë, i freskët dhe i gatuar mirë, që nuk është vetëm i pjatë, por janë 2 pjata, si tham, sot kishim fasule, kishim dhe pilaf, nesër do kemi 2 produkte të tjera, 2 ushqime gjellëra të tjera. Këta njerëz konsumojnë ushqimin e tyre këtu, por e marrin atë edhe me vete për pjesëtarët e tjerë të familjes. Sillin çantën e tyre, enët e tyre të pastra, të lara, të rregullta, ja japin punonjësve që janë dhe vullnetarëve që janë pranë kësaj mense, konsumojnë ushqimin dhe para se të ikin, marrin dhe çantën dhe e çojnë atë ushqim dhe për familjarët e tyre. Në shkurt të vitit 2024, kësaj mense u shtua edhe shërbimi delivery, që konsiston në shpërndarjen e ushqimit në banesat e njerëzve në nevojë. Ky shërbim u vjen në ndihmë të moshuarve të braktisur që nuk mund të lëvizin, personave tetraplegjik, grave dhe fëmijëve me aftësi ndryshe, si dhe të sëmurëve. Në shkurt të 2024-s, mbushim si vjet 2 vjet, shtuam shërbimin deliver për disa grup individësh, janë pensionistët, janë të moshuarit që janë në krevat, që nuk mund të lëvizin dot, por janë dhe nënat me fëmijë me aftësi ndryshe, që neve kemi përzgjedhur 35 familje nga këto, dhe janë 50 veta, 50 persona, që i ushqejmë ditë për ditë nga ana e shtunë, me anë të 2 djemve që bëjnë deliver, jo vetëm në zonat përreth mensës, por kombinatin, Babrun, shkollën e bashkuar, qendrën, dhe i çojmë ushqimet njerëzve që kanë nevojë. Përveç përditshmërisë tonë që kemi në mend, që shërbejmë 300 racione ditë për ditë, nga hëna në të shtunë. Atë Nikola kujtoi vitet e para të hapjes së mensës. Ky shërbim niste në orën 11 dhe shpesh krijoheshin radhë dhe pakënaqësi, pasi njerëzit kishin frikë se mund të mbaronte ushqimi. Por siç thot ai, gjithmonë ka pasur besim se Zoti ka për të gjithë. Tani do kthehemi para në kohë. Në fillim, kur u hap mensa shërbimi i dashurisë, edhe sot, do më tregosh si ka ndryshuar gjendja, shërbimi, por edhe sfidat, disa nga sfidat që ju keni hasur. Iniciativa ka qenë e kryebishkopit Anastas, i të lumurit kryebishkopit Anastas në vitin 2005. Është hapur me 80 persona dhe konsumonin ushqimin këtu në Drek. Në Drek. Vinin 80 persona. Më pas mensa kaloi disa sfida, sepse misionarët që e hapën, familja misionare që e hapën, që ndihmuan kryebishkopin që ta funksionon dhe këtë mens, u larguan për nevojat e tyre në Amerikë, e mori më pas grupi grave të Kishës Ortodokse të kryebishkopatës së Tiranës, edhe ato vinin në një vështirësi dhe në 2013 i lumuri kryebishkopi Anastas më prezantoi punën e mensës dhe më isha atëherë në gradin e diakonit dhe më thotë që diakonët e parë ishin ata që shërbenin në Portugeza, prandaj dua Nikola që të merresh me mensën. Ishin sfida të shumta. Këtu shpërndaheshin 80 racione, buxheti ishte shumë i ulët, njerëzit ishin të shumtë, hapesh mensa në orën 11 të drekës, njerëzit grumbulloheshin jashtë derës mensës, shpeshherë protestonin për të futur të parët, sepse mendonin se do mbaronte ushqimin, por përvoja, puna, na dha eksperjenca dhe na mësoi se si ne duhet të funksiononim. E nxorëm mencën nga brenda që futeshim i konsumonim ushqim brenda në një ambient jashtë që kemi këtu
areduam, e rregulluam ambientin, e sistemuam, vumë ngrose, vumë të tëra mjetet që duhen, tavolinat e reja, edhe kështu e nxorëm nga brenda, e nxorëm jashtë mencën dhe sot funksionojmë nga ora 8 e mëngjesit. Sfida e madhe është që njerëzit mos u grumbullohen, sepse grumbullimi i njerëzve shpeshherë sjell edhe trazira, sjell rëmuj. Sot disa gjëra kanë ndryshuar, por ajo që ka mbetur e pandryshuar është shërbimi ndaj njerëzve në nevojë. Të shumtë të ndryshëm janë njerëzit që vinë çdo ditë pranë kësaj mense, disa konsumojnë ushqimin këtu, e disa të tjerë marrin në shtëpi. Falënderimet e tyre dëgjohen hermeze të ulët e hermeze të lartë, duket se përveç ushqimit, këtu nuk mungon fjala e mirë, dhe dashuria është me bollëk. Ne nuk përfaqësojmë veten tonë këtu në mencë, përfaqësojmë kishën. Dhe kisha ka një mision. Misioni është të shërbejë njeriut. Dhe njeriu ta ndihmoj të bëhet njeri akoma dhe më i mirë. Edhe kjo është figura që ne japim. Ky është mesazhi që ne duhet japim. Përveç ushqimit, duhet këta njerëzve të japin dhe modelin se si të krishterët kujdesen për shoqërinë e sotme. Shumë e bukur kjo. Dhe ajo që më bën mua përshtypje është se nuk ka rëndësi se çfarë besimi kanë njerëzit që vinë këtu, apo nuk ka rëndësi janë pagëzuar apo jo, ju thjesht shërbeni me dashuri. Po ky është kushti i parë. Ne shërbejmë te çdo njeri, qoftë ai krishter ortodoks ose jo. Ne nuk e pyesim njeriu çfarë besimi ke. Ne i themi shikojmë hallin e tij, shikojmë nevojën e tij, shikojmë si mund ta ndihmojmë këtë njeri. Dhe duke lënë mënjan besimin. Besimi është diçka që njeriu duhet ta kultivojë në mënyrë individuale. Nuk mundet kisha nëpërmjet një të mirë të bëj proselitizëm ose të nxjisë njerëzit të bëjnë si vetë sa. Jo, kisha është modeli për shoqërinë dhe kush e cili ta diki vetë atë në vullnetin e lirë të tij. Që ky shërbim të funksionojë çdo ditë, kërkohet një staf i përkushtuar që punon me cilësi, korrektësi dhe dashuri. Përmendet që ka vullnetar në mes. Janë dy vullnetar me hirin e Zotit. Sot Shqipëria kalon një krizë për çështjen e vullnetarëve. Unë shpeshherë them që vullnetarizmi është një çështje emocionale sot në Shqipëri. Njerëzit e kanë më kollaj të japin diçka nga xhepi sesa të vitë ofrojnë vetë kohën e tyre dhe kontributin e tyre në shërbim të njerëzve në nevojë. Çështja e vullnetarizmit është çështje mentaliteti. Duhet të rritemi me këtë. Jemi akoma shpejt për të rritur, besoj unë, në të tillë fazë. Gratë e kuzhinës e nisin punën që në orën 5 të mëngjesit në mënyrë që gjithçka të jetë gati për të shërbyer në orët e para kur njerëzit trokasin në derën e mensës, shërbimi i dashurisë. Pa u lodhur dhe pa u ankuar, shërben edhe grupi i shpërndarjes së ushqimit, i cili me buzëqeshje dhe me fjalë të ëmbla u jep kurajo njerëzve së bashku me ushqimin e ngrohtë. E menduam përpara 8 vjetësh që mencën ta hapim në orën 8 të mëngjesit. Shpeshherë më thonë mua, mëngjes han. Jo, nuk kanë mëngjes. Këta njerëz mund të hanë mëngjesin, drekën, darkën bashkë. Mund të hanë edhe një herë në ditë. Edhe kjo mencë mund të jetë e vetmja mundësi e të ushqyrit e këtyre njerëzve. Dhe prandaj dhe neve hapim që në orën 8, vinë njerëzit që në 8 konsumojnë ushqimin e ngrohtë, dhe si e thash e marrin dhe me vete për konsumuar vaktin e drekës ose të darkës sipas nevojës së tyre. Ditët pasojnë njëra tjetrën, edhe shërbimi vazhdon me të njëjtin ritëm dhe intensitet. Sfidat janë të shumta. Sfidat janë shumë herë për njerëzit për të shërbyer pranë kësaj mence. Sfidat janë për të grumbulluar ushqime. Sfidat janë për të nxitur ta njerëz për të punuar në mënyrën e duhur dhe në frymën e duhur. Funksionimi i mensës mbështetet edhe nga dhurues të shumtë, individ, kompani, familje, shoqata dhe fondacione. Por ndër udhërimet më prekse janë ato të pensionisteve të moshuara, të cilat nga pensioni i tyre heqin mënjan shuma të vogla për të ndihmuar të tjerët, shpesh edhe në kujtim të afërmve të ndarë nga jeta. Sa jemi neve shoqëri që kontribuojmë për një të mirë? Tirana e ka këtë mundësi. Tirana e ka shumë kompani, shumë individ, shumë besimtar, vazhdimisht kontribuojnë. Ka nëna që japin në kish që më takojnë mbas shërbesave, akoma dhe 5.000 lekëshin e vjetër ose 500 lekëshin e re. Ka njerëz që më japin për të shtruar një drekë në ditë, për ditëlindjet e tyre, për përkujtimore të njerëzve që kanë ndruar jetë, për festat që kanë për emrat e tyre. Sot dua të shtroj, kam ditën e emrit, sot dua të shtroj edhe unë një drekë në mencë. Dhe i them shumën që vete. Ka njerëz që duan të shtrojnë për shëndet, duan njerëz për ata që kanë ndruar jetë për të afërt me tyre. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Dhe kështu e kemi nisur. Dhe përveç atyre, thash që nisim nga kisha dhe kemi dalë edhe tek njerëz të tjerë jashtë, tek kontribues shumë, sepse Tirana ka këto mundësi. Janë kompani të mëdha që kanë produkte ushqimore dhe këto produkte duke neve
rendur tek ata, duke vajtur tek ata, duke i thënë shpeshherë punën që ne bëjmë, nevojat që ka komenc, nevojat që kanë njerëzit, sepse këto ushqime i kthehen njerëzve, nuk i kthehet kishës në vetvete, i kthehet njerëzve. Çfarë bëjmë neve këtu? Menaxhimin e mirë të produkteve ushqimore, që i marrim këtu kompani dhe ja kthejmë përsëri njerëzve. Ka shumë. Unë them që Tirana e ofron këtë mundësi, ka akoma dhe më shumë. Dhe dëshira është jo vetëm një mens, po dhe shumë menca të tjera mund të hapen në Tiranë. Modeli dhe frymëzimi kryesor mbetet figura e kryepiskopit të lumur, Anastasit, si dhe fortlumturia e tij, kryepiskopi Joan, i cili ka theksuar mbështetjen ndaj njerëzve në nevojë si parim themelor. Atë Nikola, unë të falenderoj. Edhe unë ju falenderoj, edhe Zoti ju bekoft dhe ju dhënë shumë fuqi. Në vitin 2026 jeni më krijues dhe të informoni sa më shumë të krishterët dhe jo vetëm ata që ndjekin median tuaj. Mensa shërbimi i dashurisë vazhdon të mirëpres dhurime dhe mbi të gjitha të ofrojë me dashuri, ushqim dhe ngrohtësi për të gjithë ata që trokasin në derën e saj.